Muaji i Ramazanit është duke përfunduar dhe ka mbetur mes nesh dhe fundit të Ramazanit më pak se një javë. Prandaj njeriu i mençur dhe besimtari i vendosur duhet të shtojë veprat në këtë kohë që ka mbetur, duke shpresuar se do të arrijë shpërblimin e Allahut dhe do të arrijë faljen e tij dhe duke shpresuar se do të jetë prej atyre që Allahu i ka liruar prej zjarrit të xhehenemit dhe i ka shtuar shpërblime të shumta. Njeriu i mençur është ai që jep më shumë fuqi dhe mund në fundin e garës dhe në fundin e punës, kurse i dobët dhe i ngathët është ai që dorëzohet në fund dhe vonohet në arritjen e cakut. Prandaj këto net që kanë mbetur dhe këto ditë që kanë mbetur, njeriu duhet t'i mbushë edhe më shumë me adhurime dhe më shumë t'i drejtohet Allahut subhanahu wa taala me lutje dhe përgjerim me këmbgulje që t'i fitojë shpërblimet e Allahut. Transmeton Aisha radhiyallahu anha se e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nëse arri natën e Kadrit me çfarë lutje të lutem. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, o Zoti im, ti je falës, e do faljen dhe më fal mua. Dhe kanë përmendur dietarët për urtësinë e shtimit kësaj lutje në fundin e Ramazanit, sepse njeriu sado që i bën veprat edhe sado që e shton mundin, patjetër se ka mangësi kundrejt hakut të madh të Allahut subhanahu wa taala.